Përshëndetje të dashur ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq të kanalit të Monitor TV. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, edhe në këto orë të para të mëngjesit, për të analizuar bashk, për të komentuar ashtu siç në fakt edhe ju e keni qef, ngjarjet më të fundit, dinamikat më interesante dhe lëvizjet më të fundit që ndodhin brënda ferma VIP. Tani, sonte është prajmi. Tensionet, siç duket në ferm, janë goxha të rritura. Edhe pse pam një lloj paqeje mes Mimozës edhe Zhakut, duke i njohur natyrën e Zhakut, duke i njohur karakterin e Zhakut, duke i njohur njeriun e Zhakut, unë ashtu siç e pata analizuar ditën e djeshme, nuk do të rinte Zhaku pa e provokuar Mozën. Unë me thënë të drejtën, nga historia edhe që dëgjova, që do me thënë të dy gocat kanë patur një marrëdhënie të përbashkët, që nuk kupton do me thënë kanë patur të bëjnë me të njëjtin djalë, unë jam shumë i bindur, për këtë jam tepër i bindur, që Zhaku nuk ka pik ndjenje dhe pik emocioni për Mimozën, ashtu siç ajo tha në momentin kur u bë pjesë e shtëpisë më të famshme shqiptare. Do me thënë Zhaku nuk ka asnjë lloj ndjesie. Unë mendoj që të gjithën këtë Zhaku e kishte thjesht një ilustrim, e kishte thjesht një fotografi, ndoshta për të ndërtuar një imazh jashtë. Por, mbi të gjitha, më e forta në këtë mes është fakti se Zhaku po lufton drejt një rruge shumë interesante, do të thoni cila. Gjatë ditës së sotme, ju e dini shumë bukur që Agai solli një lojë me pantomima, ku banorët u argëtuan, u kënaqën, respektuan njëri tjetrin. Mimoza kishte Kostanën që krijuan një humor të papar, por pash tek Zhaku një lloj inati edhe një lloj mlefi që Zhaku adresoi kundërdrejt Mimozës. Tani Zhaku e di shumë bukur që Mimoza është duke luajtur me dy karta. Mimoza aty të ve, aty të ngre. Aty të godet, aty të djeg, aty të shkatron, aty të ndërton. Më thënë Mimoza i ka këto rrugë, Mimoza i ka këto pika. Edhe pikërisht ajo, Zhaku në këtë fjalë, bëri një veprim pak të çuditshëm. Gjatë kohës kur Mimoza po loste lojën me pantomima, që Zhaku kishte kufjet në vesh, Zhaku filloi që t'i gjuan tym duhani Mimozës në fytyrë, që realisht nuk është e bukur, për mendimin tim është ofenduese si gjë, por gjithsesi e shoh që Zhaku ka një lloj tensioni brenda vetes së saj. Tani, ajo do të arsyetohet me pretekstin që ka qenë një formë shakaje, ka qenë një formë loje, nuk e kemi patur me gjithmend, nuk e kemi patur me gjithbindje, por Zhaku e goditi Mimozën. Do me thënë, unë e shoh që Zhaku dëshiron që të krijon debate, dëshiron që të krijon diskutime me Mimozën që vetëm e vetëm të del në prime edhe të kapën primin. Zhaku ka qëndruar shumë e qetë, sepse unë mendoj që e ka humbur balansin jashtë, edhe nuk e kupton se çfarë po ndodh jashtë. Do me thënë, a është duke u lëvduar, është duke u duar trokitur, apo është duke u sharë dhe Zhaku e humbi atë betejën dhe nuk arriti dot të shndrohet një farë forme fenomen tek shqiptarët duke ditur peshën që ka Moza. Edhe pse, do me thënë, unë e kam kuptuar më që Zhaku ka hyrë me një mision për ta turbulluar atë lojë dhe për ta ulur Mimozën. Mimoza, si zakonisht, do me thënë, është shumë stratege, shumë e zgjuar, nuk lëvizi fare. Pa marrë parasysh që tymi i shkonte direkte në fytyrë, Mimoza nuk bëri asnjë lloj diskutimi, do me thënë as që vuri ato ujë në zjarr as pak, thjesht e vazhdoi lojën dhe kjo e pash që e iritoi më së shumti Zhakun dhe e futi Zhakun në mendime se si unë mundem që ta
që ta nxjerrë domethënë nga vetja mimozën. I gjithë qëllimi i fermerëve, qoftë fermerët e rinj, në këtë rast domethënë Zhaku që ne e dim shumë bukur se çfarë profili ka jashtë, çfarë karakteri ka, domethënë çfarë historie pas ka mimozën që ja ka marrë burrin, të dashurin, që ka një lloj konflikti në një mes, dëshironte që të përfitoj nga ky rasti dhe që Moza ta ofendon që Zhaku domethënë ta përdorte si gjë që unë e kam bërë për shaka, Moza nuk arrihet dot që ti kupton shakat, Moza nuk bëhet dot pjesë e shakas dhe mendoj që e gjitha kjo gjëja që ndodhi, një rumbullaksim domethënë i çështjes, e nxori Mozën realisht fituese dhe e nxori Zhakun të dëshpëruar. Tani unë e pres realisht dinamikën më të madhe që të ndodhen. Jemi duke shkuar drejt muajit të fundit. Tensioni për 200.000 euro nuk ka rëndësi a ka hyrë në ditën e fundit Zhaku, a ka hyrë në ditën e parë, a ka hyrë në ditën e mesit. Unë mendoj që në momentin kur fermerët bëhen pjesë të një spektakli të tillë, emocionet që janë aty brenda, dinamika që është aty brenda, lufta e madhe që është aty brenda, i bën ato që të jenë në qendër të vëmendjes dhe në fakt të luftojnë vetëm e vetëm për të arritur që të marrin çmimin e madh, domethënë për të arritur që të marrin fitoren e madhe dhe në këtë rast shoh një Zhak që në të gjitha dimensionet dëshiron që të përfiton, por shoh një mimoz që realisht është shumë stratege dhe në asnjë lloj mënyre nuk i jep Zhakut mundësi, nuk i jep Zhakut dorë që Zhaku të nxjerrë atë anën e saj fituese nga ana e mimozës. Unë mendoj që mimoza me këtë formë të strategjisë që ka zgjedhur, domethënë me këtë qetësi, me këtë shpirt të butë të dashur, mimoza do të del deri në fund, domethënë e fituar dhe do ta fitoj këtë fermën, edhe pse ka domethënë hamendësime, aludime të ndryshme, unë nuk e besoj që Zhaku do të mundet që ta mposht mimozën. Domethënë unë pres ditën e sotme, pasi që jemi në mëngjeset e të hënës, pres që Zhaku të jetë pak më dinamike, sepse strategjinë e lojës e njohin dhe kush e kapën Prime-in, vazhdon të jetë i komentuar, vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes, vazhdon të jetë në qendër të diskutimeve. Unë mendoj që Mimoza ka një qetësi për ta admiruar, shumica prej nesh nuk e kemi këtë qetësinë, nuk e ka ngritur asnjëherë zërin, domethënë edhe debate që ka bërë, diskutime që ka bërë, kanë qenë debate dhe diskutime me shumë qëndrime të buta, domethënë kanë qenë shumë njerëzore që realisht ne nuk jemi mësuar që ti dëgjojmë këto lloj debatesh kaq klasi lart në për reality show siç është Ferma apo siç është Big Brother, domethënë unë shoh një mimoz të përgatitur për një luftë brenda kësaj ferme dhe pse nëse ne do të kthehemi në ditën e parë kur Mimoza bënte prezantimet të saj, Mimoza, më falni, shpeshherë e ka thënë që unë jashtë e kam jetën shumë më të vështirë, kështu që jam përgatitur për një fermë më të bukur, për një fermë më dinamike. Domethënë këto janë thashë themet që lart e poshtë përfliten në rreth Mimozës edhe Zhakut. Dua të marr mendimin tuaj si e shikoni ju këtë qasje.